erdhëm në pjesën e dytë, për recetën e dytë, një shalqi, një gliko shalqiri, ku përzgjidhet pjesa e lëkurës. Pjesën tjetër e konsumojmë, bëjmë ato lëngjet, na bën shumë mirë, na hidraton, ka ato vlerat e veta për cilat ne kemi folur në bisedat tona. Ndërkohë, recetën do t'ja lexoj tani për glikon e shalqiris, se është sezoni tani. Më prit një sekond, duhet sa lexon ti dhe unë shplaj. Çaj ke vënë aty ujë? I kam vendosur, shumica është që i vendosin në gëlqere. I kemi vendosur herë të tjera, dhe sot doja të silla diçka tjetër. I kam vendosur në sod. Në sod. Në sod, vendosen 2 orë përpara, në 1 litër e gjys ujë, vendosen 1 luk gjelle sod, biokarbon. Dhe tha të lexoj Niki, recetën normalisht unë i marrë dhe i shplaj. Një shplarje shumë e mirë. Okej. I lexojmë përbërësit atër. Si o ta përgatisim glikon me lëvore shalqini dhe me sod buk, të vendosur në ujë me sod. Ju duhet një shalqini plot, mos i hithni ato lëvoret, mbajni, prini në kubik, vendosini më pas në sod. Ju duhet 1 kilogram sheqer, 700-800 ml ujë, 1 lug çaj sod buke, lëngu i 1 limoni, 1 pako e vogël me vanilje ose gjethe barbaros, si më së shumti i përdorin në visat edhe për reçelin edhe për glikot. Pra gjethet e barbarosës, është ajo lulja që e majmë në obor, jo vetëm për bukurinë, për aromën, por ja dhe për këto gatimet e ëmbëlsirave të ndryshme apo glikove, reçelrave në shtëpi, sepse është dhe sezoni tani që mund të përgatisim lloje të ndryshme reçeli në shtëpi. Reçel lule shtrydhe kemi bërë më herët, qershie, pjeshke, fiku e me radhë. Bëjmë një shplarje shumë të mirë të sodës. I presim, normalisht ky ishte një sheqer, shonë se me sheqerin kisha në mend, lëkur holl. Tironësit për qef tyre për shembull, për qefin e tyre, gjë që e kam nga ana e nënës që nuk lën asnjë pjesë, e lën me buzë të kuqe. Me buzë të kuqe, shalqin me buzë të kuqe. Kurse juglindja e duan që jetë vetëm me bardhë, sepse ajo e ka lezetin që del si kristal. Nga që i kemi vetë buzë të kuqe nga juglindja, ndaj nuk i lënë buzë të kuqe. Atëherë këtu vendos kam ujin edhe sheqerin. Kisha më pak sheqer dhe shtoj një masë që të më dalë pak a shumë e duhur. Do të shtoj mua më pëlqen që të shtoj pak ose fare krip, shumë pak, tek sherbeti. E lë të bëhet sikur se marr pjesën e vaniljes, pra nuk përdora barbaros, bëj atë pjesën tjetër, pra sod, vanilje. Sikurse edhe unë që kam këtu? Po është soda me që marru. Sodën që vendosëm lëfoshkat, lëkurat. E përzije mirë. Shumë më pak limon, se kaq, sepse unë kam më tepër se që duhet. Dhe shtoj pjesën e lëkurës së frutit. Avash të zjej, derisa ne shikojmë që pjesa bëhet si kristal. Kur zjen, e heqim dhe e lëm sërish, e lëm 1 orë dhe sërish e vendosim diku te 10 minuta çerekore, sërish të ketë atë zjerje. Nuk e zjej në temperaturë që të thuash të shkri komplet lëkurën, por avash. I marr të gjitha këto dhe fillon edhe zjen. Normalisht kërkojmë mos ka ndonjë tjetër? Po. Nuk ka. Ne përfunduam me recetat e para të pjesës tjetër, në vazhdim do të gatuajmë çfarë? Me sorbeton. Sorbeton e apollore famshme. Me shalqi limon. Edhe këto të dyja janë. Rikthehemi pas reklamave, ju presim.
U rikthyem në kuzhinë, vazhdojmë të qëndrojmë këtu, në krye të detyrës. Ti si shefe kuzhine, Gjithmonë gati. unë si asistente në kuzhinë. Dhe i përmbledhim pak se çfarë kemi përgatitur. Kemi sjell një byrek, është shumë mirë deri tani, ka marrë ato volumi se ç'thamë nga vetë të shfryrë. Po piqet, kemi kaluar te glikoja e shalqinit. Ja, shiko, fillon edhe ja. Fillon dhe kristalizohet. Po, kthehet në transparent. Kjo është pjesa e kuqe në buzët e kuqe. Mos i luj buzët e kuqe. Mos si ke për të kuqe zoti. Të shkon shumë e kuqe. Ja, lash Ti të shkon shumë e shalqinit, kuqe. ja, lash Shiko, ja. shalqinit. Fillon dhe kristalizohet. Po, buzët e kuqe lidhen shumë me vetbesimin. Varet, sot mbase s'kam qenë me aq me vetbesim të lartë. Kush i lyen buzët e kuqe tregon vetbesim në veten e vet. Atëherë shtoj dietet limonit. Soba përfundoi. Me që të na dha dhe këtë